Avokati dhe konstitucionalisti Jordan Daci konfirmoi tërheqje nga mbrojtja e kryebashkiakut arrestuar dhe shkarkuar të Tiranës Erion Veliaj në gjykatën kushtetuese në seancën e së premtes, ku do të shqyrtohet ankimimi për shkarkimi nga detyra me propozim të Këshillit Bashkiak. Avokati Daci përmes një statusi në rrjetet sociale shpjegon se pas një vlerësimi të kujdesshëm ligjor dhe etik ka konstatuar se ndodhet në konflikt interesi për shkak të angazhimeve të tij të mëparshme dhe të studios ligjore në çështjet e tjera ende në proces. Në këto kushte, konstitucionalisti thotë se vendosi tërheqje nga mbrojtja e kryebashkiakut të arrestuar. Pas një vlerësimi të kujdesshëm në përputhje me ligjin dhe kodin etikës, konstatoj që jam në konflikt interesi për shkak të angazhimeve të mia dhe studiostime ligjore në raste të tjera të mëparshme ende në proces dhe shkaqe të tjera nga ato për të cilat ligji, etika dhe morali na detyrojnë të mos i jem mbrojtës në raste si këto. Për këto arsye bëj me dije që s'do jem mbrojtësi i tij përpara gjykatës kushtetuese në gjykimin e nesërm. Ish-kryetari i Bashkisë së Tiranës pritet të jetë i pranishëm në seancën e gjykatës kushtetuese që do shqyrtojë ligjshmërinë e shkarkimit nga detyra të Veliajt dhe që i hap rrugë zgjedhjeve të parakohshme në kryeqytet pas anulimit të procesit më 9 nëntor, sipas dekretit të parë të presidentit. Për shkak të lidhjes së dy çështjeve me njëra tjetrën, në gjykatën kushtetuese do të jetë përballë qeveria dhe presidenca në një anë dhe Veliaj si kundërshtar i vendimeve të dy institucioneve në anën tjetër. Erion Veliaj mbahet në paraburgim prej 10 shkurtit, ditë kur u vu në pranga me akuzat e SPAK që ka ngritur ndaj tij 13 të tilla për vepra të ndryshme penale. Bashkëshortja e Veliajt, Ajola Xoxa, do të përballet me 12 akuza nga prokuroria e posaçme, ndërsa në dosjen e bujshme janë në akuzë edhe biznesmen dhe Klotilda Bushka, ish-deputete e Partisë Socialiste dhe ish-kryetare e Komisionit të Ligjeve që dyshohet për pengim të drejtësisë.